Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama mbajti sot konferencën vjetore me gazetarët ku paraqiti bilancin ekonomik të Shqipërisë për vitin 2025. Kryeministri tha se ekonomia u rrit me 3.9%, paga mesatare arriti shifrën 833 euro dhe pensionet do të ngrihen. Kryeministri Edi Rama mbajti sot konferencën vjetore me gazetarët ku e nisi komunikimin para gazetarëve me atë që ai e quajti një lajm të mirë, renditjen e Shqipërisë në pozicion inkurajues nga Instituti Amerikan Cato për lirinë ekonomike. Rama paraqiti bilancin ekonomik të Shqipërisë në vitin 2025 dhe ndaloi tek paga mesatare që ka arritur në 830 euro, ndërsa paga minimale do të shkojë në 500 euro. Ai theksoi rritjen e pensioneve duke nisur nga janari për te indeksimit, si dhe uljen e vazhdueshme të borxhit publik. Rama përmendi edhe mbështetjen për strehim social, arsim profesional dhe rritjen e të ardhurave të shtetit pa rritur taksat. Kryeministri u shpreh se brenda vitit të ardhshëm çdo biznes në Shqipëri duhet të ofrojë pagesa elektronike. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Paga mesatare në trimërin e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse. Kemi përpagtit edhe hyrjen në fuqi të ligjit për pagën minimale që shkon në 500 euro. Rama tha se nga shtatori 2026 do të mundësohet transporti për nxënësit dhe mësuesit me mjete Made in Albania. Gjithashtu ai foli për rishikimin e kurikulave për klasat e para të 6-ta të 10-ta të arsimit parashkollor dhe transformimin e universitetit. Kryeministri Edi Rama tha sot se nuk e shikon SPAK-un si opozitë të qeverisë, por e ka cilësuar skandaloz pezullimin e zëvendës kryeministres, një herë është ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, nga prokurori i SPAK. Ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse ka ardhur tek ne. Pra nuk është një rast në rrugën e pushtetit gjyqësor, të cilin, si shumë raste të tjera, pushteti gjyqësor, në këtë rast prokuroria, e ndjek pa pasur nevojë të ndaloj në derën tonë. Apo jo. Dhe kur rasti vjen në derën tonë, flas të pushtetit legislativ, atëherë pushteti legislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë noterie, është një kuazi gjykatë. Rama foli edhe për ushtrin ku theksoi se është ushtria më e mirëpaguar dhe për problemet e arritjet e tjera të qeverisë së tij në vitin 2025. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjithashtu doli para gazetarëve në konferencën e fundit për vitin 2025. Ku tha se këtë vit shpërthyen në të 4 anët ujërat e zeza të regjimit të mafioz. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë sot deklaratën e fundit të vitit për mediat, ku sipas tij ai bëri një bilanc të shkurtër të këtij viti kulmor të narkoregjimit të Edi Ramës. Berisha është përgjigjur deklaratës së kryeministrit Edi Rama se do të qeverisë deri në vitin 2029, se do të jenë shqiptarët ata që do ta heqin atë nga pushteti. Viti 2025 ishte një vit në të cilin qytetarë shqiptar u vodhen më shumë se kur në 35 vite, më shumë se kur në tërë ekzistencën e tyre. Këtë vit shpërthyen në të 4 anët ujërat e zeza të regjimit mafioz të Edi Ramës. Dorëheqja ishte një opsion, por ai s'pranon dorëheqjen, shqiptarët do ta heqin.
shqiptarët do ta heqin, nuk do pranojnë kur më një hajdut si ai kryeministër. Berisha i quajti deklaratën e kryeministrit Rama lidhur me kërkesën e SMAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, një akt antikushtetues dhe provokimi ulët për çdo shqiptar. Edi Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mbrojtur aktet e tij kriminale me detyrë dhe aktet e zyrtarëve të tij, por do flasin shqiptarët me të gjithë forcën e tyre. Ky është një provokim i ulët. Do më thënë, nuk ka provokim më të ulët ndaj qytetarëve. Ata paguhen jo për të shpërdoruar detyrën, po për të zbatuar në përputhje me ligjin detyrën. Kurse ky do të amnistoj, do të heq nga kodi shpërdorimin e detyrës. Një 44 vjeçar plagosi me mjet prerës punojësin e sigurisë në urgjencën e Spitalit të Fierit. Policia e ka arrestuar dhe ka nisur hetimet për ngjarjen. Në ambientet e Spitalit Rajonal Fier sot ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Një qytetar 44 vjeçar, SHM, ka sulmuar me mjet prerës punojësin e sigurisë. Sipas burimeve policore, shtetasi SHM kishte shkuar me urgjencë në spital dhe gjatë parkimit të makinës kishte bllokuar rrugën e ambulancës. Punojësi i sigurisë për të lehtësuar kalimin e ambulancës ka lëvizur automjetin dhe e ka parkuar në një vend tjetër brenda ambienteve të spitalit. Ky veprim i punojësit duke se ka acaruar 44 vjeçarin, i cili fillimisht i ka bërë thirrje pse më ke lëvizur makinën dhe më pas e ka goditur lehtë në njërin krah me një mjet prerës. Punojësi i sigurisë nuk ka pësuar lëndime serioze dhe situata u menaxhua menjëherë nga stafi i sigurisë së spitalit. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen, ndërsa shtetasi SHM u arrestua dhe pritet të merret në pyetje për rrethanat e incidentit. Policia e shtetit u bën apel qytetarëve që të kenë kujdes linqet në WhatsApp, sepse synojnë marrjen e kontrollit të llogarisë. Policia e shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm në aplikacionin e tyre WhatsApp në raste kur vijnë linqe të çuditshme në llogari. Ky paralajmërim nga Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik vjen në kuadër të fushatës mashtruese në platformën WhatsApp. Në njoftimin e plotë të policisë, paralajmërohen qytetarët për fushat phishing në platformën WhatsApp. Drejtoria për hetimin e krimit kibernetik paralajmëron qytetarët për qarkullimin e një fushate mashtruese në platformën WhatsApp. Këto mesazhe paraqiten si kërkesë për votim për çmimin e parë të një burse falas në favor të një personi të afërt me dërguesin, i cili dyshohet se mund të ketë rënë më parë projekti mashtrimi duke sjellë më pas përhapjen e mesazhit te kontaktet e tij. Mesazhet synojnë marrjen e kontrollit të llogarisë në aplikacionin WhatsApp, duke i drejtuar përdoruesit drejt faqeve të rreme dhe duke i nxitur të vendosin kode verifikimi, të cilat përdoren nga autorët për të përvetësuar llogarinë. Policia e shtetit ju bën thirrje qytetarëve të mos klikojnë në lidhje të dyshimta edhe kur mesazhi ju shkon nga kontakte të njohura, të mos japin kode verifikimi, fjalë kalime apo të dhëna personale, të aktivizojnë verifikimin me 2 hapa në aplikacionin WhatsApp, të raportojnë çdo rast të dyshimt pranë strukturave të policisë së shtetit. Policia e shtetit po monitoron situatën dhe fton qytetarët të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve që ofrojnë votime, çmime apo përfitime të menjëhershme. Amerika sulmoi me dron brenda Venezuelës. Presidenti Trump deklaroi se goditën portin e lidhur me anijet e drogës. Presidenti Donald Trump tha se Amerika ka kryer një sulm në një zonë të lidhur me anijet e dyshuara të drogës venezueliane, por nuk dha detaje dhe as vendodhjen e portit të shenjëstruar. Shpërthimi u shkaktua nga një sulm me dron i kryer nga CIA, tha CNN dhe New York Times, duke cituar burime të njohura me operacionin. Nëse konfirmohet, ky do të jetë operacioni i parë i njohur i SBA-ve brenda Venezuelës, që nga shtatori Amerika ka kryer sulme ndaj atyre që i quajnë anije të trafikut të drogës, duke goditur më shumë se 20 anije në Paqësorë dhe Karaibe dhe duke vrarë të paktën 100 persona. Sulmi më i fundit ishte të hënën me komandën jugore të SBA-s, që tha në një postim në mediat sociale se 2 narkoterroristë u vranë në një sulm vdekjeprurës në Paqësorin lindor. Trump më herët ka kërcënuar me sulme toksore në Venezuelë, si dhe ka autorizuar veprime të fshehta të CIA-s në vend si pjesë e një fushate presioni ndaj presidentit Maduro.
Gazetarët e pyetën Trumpin të hënën nëse CIA e kishte kryer sulmin dhe ai tha, nuk dua të them këtë. E di saktësisht se kush ishte, por nuk dua të them se kush ishte. Ne goditëm të gjitha anijet dhe tani goditëm edhe zonën ku ato ngarkoheshin dhe niseshin, tha ai. Pentagoni nuk ju përgjigj pyetjeve të BBC dhe i referoi gazetarët në Shtëpinë e Bardhë. Kur Amerika ka kryer më herët sulme mbi anijet e dyshuara të drogës, Pentagoni ka publikuar imazhe në mediat sociale për t'i konfirmuar ato. Deri më tani nuk janë publikuar imazhe të incidentit në port. SBA ka vendosur 15.000 trupa dhe një numër aeroplan mbajtësesh dhe anijesh luftarake në Karaibe. Qëllimi i deklaruar i dislokimit më i madh në rajon që kur Amerika pushtoi Panama në 1989 është të ndalojë rrjedhjen e fentanilit dhe kokainës në Amerikë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.